adhurimi Allahut të lartësuar një të vetëm është gjëja që e lartëson njeriu, si në këtë botë edhe në botën tjetër. Është gjëja e cila bëhet shkak që njeriu në botën tjetër të fitojë xhenetin e Allahut të lartësuar. A e do xhenetin? Atëherë duhet me adhuru Allahun e lartësuar një të vetëm. Sepse Zoti i Gjallësisë thot në Kur'an dhe tha Mesihu, pra Isai, o Beni Israil, adhuroni Allahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj. Me të vërtet, ai i cili i bën shok Allahut të lartësuar, pra adhuron dikë tjetër përveç Zotit të Gjallësisë, Allahu ja ka bërë atij të ndaluar xhenetin dhe vend strehimi i tij do të jetë në zjarr. Kështu thot Zoti i Gjallësisë në Kur'an. Pra gjëja që ta mundëson xhenetin është me adhuru Allahun e lartësuar një të vetëm. Pra mos me ju lut njerëzve, mos me ju lut gurit, mos me ju lut drurit, mos me ju lut hoxhës, priftit, kryqit, varreve, por me ju lut vetëm Allahut të lartësuar. Kjo është ajo që ta mundëson me hym xhenet. Edhe shabja të cilën e ndërtoi profeti i Zotit Ibrahimi alayhis salam. Zoti i Gjallësisë përmend e tregon në Kur'an. Thot Allahu i lartësuar në surën El-Hajj: "Wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-bayti alla tushrik bi shay'a wa tahhir bayti lit-ta'ifin wal-qa'imin war-ruk'a'is sujud." Kujtoje kur ne vendosëm për Ibrahimin vendin e faltorës, pra duke e udhëruar. Mos më shoqëro asgjë pranë adhurimit. Dhe pastroje shtëpinë time pra nga idhujtaria. Për ata që vinë rrotull saj në shenjë adhurimi, dhe për ata që rrinë në këmbë, përkulen dhe bien në sejdë duke u falur.